28 nëntori u festua kudo ku pas shqiptar. Në diaspor, kolegët tanë të cilët gjendët në studiot e TVR-s në Zvicër ishin pjesë e manifestimit që mbaj të shtunën nga shoqata kulturore Adeun në thonë të Zvicrës. E ne tani do të shohim se si kanë festuar mërgjimtarët tanë atje. Bashkëndëtar të ndëruar, zonja dhe zotrin, të dashur fëmijë, të respektuar musafir, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur që së bashku të festojmë dhe kremtojmë 103 vjetorin e pavarësisht të Shqipërisë. Mirë mbrëma bashkëndëtar të nderuar, vëllezër, motra, fëmijë të dashur. Ju përshëndes në emrin tim dhe në emrin e kryesisë dhe organizatorëve të shoqatës kulturore shqiptare Adeu. Me respekt veçantë përshëndes aktivistin e dalluar, qashës kombëtare, ambasadorin e Kosovës në Zvicër, zotrin Gjemal Mustafa, dhe mysafirët të tanë. Në emër të ambasadës Republikës Kosovës e Berë, unë ju uroj festën e mëdha të motorit, duke dëshiruar që të jemi gjithmonë të bashkuar, gjithmonë të lidhur para Theut, për familjet e juaja, gjithmonë të gjendemi pranë njëri tjetrit, aty ku jeni të gjendemi. Gëzuar lavorime e paqe. Unë jam Arbesa, gëzuar festën e flamurit, keqitorëve në botë. Gëzuar festën e flamurit! Sot po kënaqemi. Me vërtet po kënaqemi se po shihet këtu se
Kemi fest, po fest të madhe, 103 vjetuar në përfaqësisë së Shqipërisë. Kjo fest nuk është fest që aq kënaqësi e madhe që festojmë, është kënaqësi e madhe që po bashkohet mërgata këto. Rinia, gjithë rinia këto. Kjo qeni edhe vetë sa popullata ka marrë pjesë, e kjo mu kënaq aq shumë ku isha rinia që marrin pjesë në këtë festa. Unë e quna Ram Tetaj, vi garashi Dukaxhinit Deçani. Jetoj dhe punoj që 37 vjetë, që 15 vjetë jem shoqatën atë dheu, edhe mundon e gjithë për trit, për mos mu asimilue edhe gjuhën tonë, traditën tonë shqiptare për me mujtë e merujt. E dyta, 77 vjeqar jam, edhe nuk pritoj ditën atë me punu për shtatri edhe për kombin dem shqiptar. Edhe jo uroj çdo popull shqiptar si ekziston krejt botë 28 nëntorit. Si po duket sonte atmosfera, pjesëmarrja? Shumë e bukur është. Janë gjithë kënaqur, por sidomos edhe unë jam i kënaqur ku janë publik i kënaqur. Edhe faleminderit për juve shumë që keni marrë pjesë, edhe na keni gëzu për këtë ardhmën e juve. Faleminderit. Inshallah në gëzim gjithë dhe bashkë. Faleminderit shumë. Ju uroj gjithë shqiptarëve 28 nëntor ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Ju uroj që gjithmonë të jenë bashkuar shqiptarë. Ju falenderoj gjithë. Ju jeni në kryesinë e shoqatës Adheu. A jeni i kënaqur sonte me pjesëmarrjen e bashkëdhetarëve? Po shumë jemi. Gjithherë kam mbi 25 vite që gjithmonë që kjo popullat na ka mbështet, gjithmonë kemi pas publikin me kollushë, edhe për këtë arsye 25 vjet me radhë nuk kemi nolën. Është 25 me radhë që 28 nëntori, i cili që gjithherë festohen tonë. Duke i falendruar gjithë shqiptarëve tonë me rrethin që na kanë mbështetur. Si e duke kalu sonte? Shumë mirë, atmosfera është shumë nivel, shumë mirë, po kënaqem. Është hera e parë që merr pjesë në këtë mbrëmje apo ke marrë pjesë edhe viteve të mëparshme? Jo, kam marrë pjesë edhe më herët. Nga Kosova, nga cili vend je? Nga Lipjani. Dhe cili është mesazhi juaj për bashkëdhetarët për festën e 28 nëntorit? Që të organizojnë sa më shumë neja, që të lidhen shqiptarët sa më shumë edhe të kënaqur. Shumë bukur, atë e gëzuar. Gëzuar për të gjithë shqiptarët ku të qenë. Unë jam argjend e gëzuar festën. Unë jam Malketa nga Kosova, e kam zemrën ca Rugova, jam e lindur në Mërgim, o zemra jo, zemra jem mbro për vendin tim. E shikoj qellin me fluturua, oj Kosovë sa shumë të dua. Unë Feris Barajmi, nga Zvicë, të jetoj që 8 vite këtu në Zvicët. Vëllë shumë mirë, atmosfera është gjithë shka në rregull. Ju uroj gjithëve një 28 nëntor sa më të bukur.